Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Vanmed. Sot kam të ftuar një mjek, një profesor të nderuar në profesionin e dermatologjisë, që i është bashkuar familjes Frontera. Kam kënaqësinë të ftoj Andrea Artigjanin, mjekun që na është bashkuar këto kohë. Benvenuto, dottore. Grazie. Faleminderit. Është kënaqësi të jem këtu me ju. Kam kënaqësinë që kem pjesë të familjes Frontera të madhe, që unë tashmë disponoj, por do doja t'ju pyesja si ka filluar e gjithë rrugtimi juaj në Itali, sepse ju keni vite që punoni në Itali dhe pastaj jeni në tregun shqiptar. Sì, grazie. Il mio percorso nasce ormai più di 30 anni fa. Faleminderit. Rrugtimi im ka filluar më shumë se 30 vite më parë. U specializova në Universitetin e Pizës dhe u diplomova me rezultate maksimale. Pas një konkursi, u emrova drejtuesi i nivelit të parë në klinikën dermatologjike të Universitetit të Pizës. Aty kalova 30 vite të mrekullueshme, gjatë të cilave pata një rritje të madhe si në aspektin personal, ashtu edhe profesional. Brenda klinikës pata mundësi të zhvilloj disa degë të dermatologjisë, megjithse fokusi kryesor ishte dermatologjia klinike. Krijova dhe drejtova ambulanca të shumta të dedikuara për raste shumë të avancuara. Për 10 vite kam punuar në qendrën e madhe të djegjeve, e vetmja në rajonin e Toskanës. Paralelisht, pata mundësi të zhvilloja edhe pasionin tim të hershëm, mjekësinë estetike. Brenda klinikës nuk mund të ushtrohet drejt përse drejt mjekësia estetike, por aty kam realizuar eksperimente të shumta dhe kam ndjekur nga afër zhvillimin e jashtëzakonshëm që ka përjetuar kjo fushë në 10 apo 15 vitet e fundit. Kam punuar me teknologji më të avancuara lazer dhe me kompani shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Një prej tyre ishte Deka, të cilën e njihja prej shumë vitesh. Ishte kënaqësi ta gjeja sërish këtu në Shqipëri. Fal këtyre bashkëpunimeve, kemi pasur në dispozicion pajisje për kërkim dhe eksperimentim, duke studiuar përdorimin e lazerit jo vetëm në estetik, por edhe në dermatologjinë klinike. Kemi punuar në trajtimin e ulcerave, pastrimin e indeve të dëmtuara dhe shumë procese të tjera që kanë sjellë zhvillime të rëndësishme. Quindi lavoravamo sulle ulcere, pulizia del treatment delle ulcere, quindi uno sviluppo importante. Doja të kuptoja më shumë si është eksperienca juaj në spital, sepse unë di që për vitet me radhë ju keni punuar në spital dhe do doja të kuptoja si është eksperienca e një mjeku spitalor me atë të klinikës, përveç botës së lazerave apo të mjekësisë estetike. Questa è un'ottima domanda, è una cosa a cui si deve riflettere. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe meriton reflektim. Në fund të fundit, mjeku mbetet mjek, dermatolog dhe specialist, edhe në mjekësinë estetike. Megjithatë, qasja profesionale, etike dhe morale ndryshon disi. Në klinik përballesh me nevoja shumë të ndryshme, ka patologji kronike, sëmundje të rënda dhe situata që ndonjëherë janë traumatike, si tumorët e lëkurës dhe shumë patologji të tjera të rëndësishme. Paralelisht, gjatë gjithë karrierës sime kam ushtruar edhe aktivitet privat, ku i kam kushtuar më shumë vëmendje mjekësisë estetike. Natyrisht, aty qasja është ndryshe. Kam më shumë vëmendje ndaj detajeve, ndaj definimit të problemit dhe ndaj dialogut me pacientin, sepse dhe aspekti psikologjik është i ndryshëm. Në mjekësinë estetike, një mjek i mirë duhet para së gjithas të di të dëgjojë dhe të shpjegojë. Kjo vlen edhe për mjekësinë klinike, por në estetik është edhe më rëndësishme. Sidomos në 15 vitet e fundit, në Itali ka pasur një bum të jashtëzakonshëm të kësaj fushë dhe ekziston rreziku që disa kërkesa apo dëshira të trajtohen me nxitim. Duhet të dimë të dallojmë profesionalizmin nga thjesht komercializmi dhe të ruajmë gjithmonë një qasje shkencore. Scientifico anche a livello della medicina estetica. Pikërisht për këtë do doja t'ju pyesja, sepse unë di që ju zhvilloni një
vizitë të parë të pacientit deri në detajet më mënyra ushqyerjes, duke i dhënë dietën, duke konsultuar, duke bërë gjithçka që i duhet pacientit, pastaj për të shkuar tek mjekësia estetike. E mbani në kohë të gjatë aty për të parë të gjitha diagnostikën, problematikat që ka, rritja, mënyra genetike se si ai është i ndërtuar, nëse ka trashëgimi apo jo. Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje sepse nuk e gjejmë masivisht në mjek që harxojnë vërtet 1 orë kohë me pacientin në vizitat e para apo dhe në vizitat periodike për të bërë këtë lloj procesi. Dhe kjo mua më ka kuriozuar shumë tek ju. È vero, l'ho notato anch'io, io ormai è già Po, e kam vënë re dhe unë këtë gjë. Kam disa vite që vi këtu në Shqipëri. Nuk është viti im i parë. Kontaktet e mia të para me Shqipërinë datojnë para pandemisë, në vitin 2019. Kam pasur mundësinë të kuptoj mënyrën se si funksionon sistemi, siç e thash edhe më parë. Shpesh qasja është pak se nxituar. Pacienti vjen me një herë, kërkon të bëj këtë apo atë procedurë, por ne jemi mjek dhe anamneza është thelbësore, edhe në mjekësinë estetike, madje edhe në trajtimet që kryen nga estetistët. Duhet të vlerësoj gjithmonë një vlerësim diagnostik. Në mjekësinë estetike, mjeku ka detyrim të bëjë një anamnezë të afërt dhe të largët. Me anamnezë të afërt kuptojnë problemet aktuale shëndetësore, për të vlerësuar nëse pacienti mund t'i nënshtrohet trajtimeve të caktuara, apo nëse ekzistojnë kundërindikacione. Ndërsa anamneza e largët përfshin të gjitha patologjitë që personi ka pasur gjatë jetës. Duhet të kemi një dosje të plotë dhe një histori të saktë të pacientit. Kjo dosje përditësohet vazhdimisht gjatë kohës, krahas historikut fillestar. Në çdo vizitë bëhen fotografi dhe vlerësime të reja diagnostike. Për shembull, një person mund të vijë për të hequr njollat në fytyrë me lazer. Sigurisht që lazeri mund të jetë zgjidhje e duhur, por mjeku estetik duhet të jetë në gjendje të dallojë nëse bëhet fjalë për një njollë të zakonshme apo për një patologji, si një epiteliom apo një nevus. Nëse nuk kemi aftësinë të bëjmë këtë dallim, rrezikon të shkaktojmë dëme serioze për pacientin. Pikërisht për këtë arsye, instinkti klinik që kam fituar gjatë viteve të punës në spital më ka shoqëruar edhe në aktivitetin tim në mjekësinë estetike. Por teorikisht, kjo lëvizje ose kjo mënyrë e juaj të bërit doktorin ju bën të fitoni më pak para, sepse koha që ju do vendos në dispozicion do jetë shumë e lartë për diagnozë. Dhe normalisht kjo do të thotë që ju do bëni më pak trajtime estetike dhe do fitoni më pak para. Giochi sulla qualità. Giochi sulla qualità del prodotto che Ne luajmë me cilësinë e produktit dhe të shërbimit që ofrojnë. Ekzistojnë dy filozofi. Njëra është ajo e supermarketit, tjetra është ajo e profesionalizmit të lartë. Me gjithë respektin për tregun masiv, ne kemi zgjedhur rrugën e dytë, të ofrojmë zgjidhjen e duhur për personin e duhur. Donjëherë kjo zgjidhje vjen pas një ore bisede. Pacienti e vlerëson shumë këtë gjë. Ai ndjen vëmendje, kujdes dhe interes të sinqertë, jo thjesht një marrëdhënie tregtare. Kjo është ajo që thosha edhe më parë, të dish të dëgjosh dhe të dish të shpjegosh. Qoftë edhe për një orë të tërë, nëse është nevojshme, duhet të kesh aftësinë, nuk do të thoja guximin, por vendosmërinë për t'i thënë pacientit, kjo nuk është e përshtatshme për ty. Ndonjëherë për arsye mjekësore, por edhe sepse disa persona ndikohen nga ajo që shohin në rrjetet sociale, ka shumë konfuzion dhe shumë informacione kontradiktore. Shpesh një person krijon idenë se diçka mund t'i përmesoj pamjen, por detyra jonë si mjek është t'i shpjegojmë kur kjo nuk është zgjidhja më e mirë. Në këto raste duhet t'i propozojmë alternativa më të përshtatshme. Pikërisht kjo është një nga pikat e forta të një qendre si Frontera. Kemi shumë teknologji dhe shumë mundësi trajtimi në dispozicion. Kjo na lejon të zgjedhim zgjidhjen më të përshtatshme për çdo pacient dhe nëse është nevojshme, të ndryshojmë krejtësisht qasjen tonë. Kjo na jep mundësinë të profesionalizojmë trajtime dhe të arrijmë rezultate më të mira për secilin pacient. Possiamo divertirci anche in questo, chiaramente. Kush do ishte një këshill që do t'i jepni pacientit që do ndiqte pjesën social dhe do shikonte që të gjithë klinikat i bëjnë publicitete të gjithë njësoj. Unë që jam klient dhe nuk kuptoj, ku do isha unë i gatshëm për të diferencuar klinikat, kush është një klinik që ka vërtet pajisje të mira,
dhe kush është një klinik që nuk është në nivelin që unë dua të trajtoj një sër patologjish. Intanto proporrei di venire a fare 2 passi a Frontera. Së pari, do t'ju thoja të vini të bëni një vizitë e Frontera. Kur hy në Frontera, ndodhesh në zemër të Tiranës, larg gjurmës, smogut dhe kaosit të qendrës historike, dhe futesh në një ambient të qetë e relaksues. Vetëm kjo, sipas meje, krijon një mirëqenie të rëndësishme psikofizike. Sigurisht që nuk është e lehtë të dallosh, sepse reklama, drita dhe të gjitha mjetet e marketingut janë të shumta. Prandaj, referenca kryesore duhet të jenë kualifikimet profesionale dhe karriera atyre që drejtojnë klinikën. Një CV e mirëfill dhe përvoja profesionale nuk mund të falsifikohen dhe ofrojnë një garanci të caktuar. Sa i përket pajisjeve, është më e vështirë të thuash cili lazer është më mirë se tjetri. Detyra jonë është të ofrojmë pacientëve teknologjinë më të avancuar të mundshme. Në Frontera kjo ndihet menjëherë. Kush hyn në klinik e percepton menjëherë profesionalizmin dhe nivelin shumë të lartë të teknologjisë që kemi në dispozicion. L'altissimo livello della tecnologia presente. Ju jeni një mjek që keni përqafuar herët pjesën longevity. Kur shumë mjek të tjerë nuk e kuptonin çfarë ishte, ju trajtonit në Itali dhe bënit pacient longevity. Çfarë do të thotë për ju kjo dhe si e gjeni këtë tek pacientët apo tek pjesa shqiptare? Kanë në Shqipëri informacion për sa i përket kësaj teme? Questo è come posso dire, un argomento in questo momento. Kjo është një temë paksa komplekse në këtë moment, sepse fjala longevity është bërë shumë popullore dhe përdoret shpesh në reklama. Sot dëgjon kudo, longevity. Mirë, është në mod, por profesionistët duhet të shpjegojnë qartë se çfarë do të thotë në të vërtetë. Të flasësh për longevity nuk do të thotë vetëm të përdorësh teknologjinë më të mirë, pajisjet më moderne, apo procedurat e biorevitalizimit. Longevity është para së gjithash një stil jetese. Pikërisht për këtë arsye, konsultat tona zgjasin rreth 1 orë. Gjatë vizitës së parë, ne fillojmë menjëherë të flasim për mënyrën e jetës së pacientit. Nuk ka kuptim që një person të kryejë mira trajtime të avancuara nëse më pas kthehet në shtëpi dhe vazhdon një jetë sedentare, ushqet keq dhe ekspozohet në mënyrë të pakontrolluar ndaj diellit. Nuk mund të flasim për longevity nëse fokusohemi vetëm te trajtimi dhe harrojmë gjithçka që ndodh jashtë klinikës. Longevity do të thotë ushqyerje e shëndetshme, aktivitet fizik, zakone të mira dhe kujdes i vazhdueshëm për organizmin. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë është ende vështirë të shpjegohet plotësisht ky koncept. Është e vështirë edhe në Itali, sepse kërkon një ndryshim të vërtetë të stilit të jetesës dhe jo thjesht një procedurë estetike. Këtë e shohim sidomos te fëmijët dhe të rinjt. Longevity link pikërisht aty dhe fillon me parandalimin. Të rinjt në zhvillim ushqehen me atë që konsumojnë çdo ditë. Këtë e shoh jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku punoj. Ushqimet e përpunuara, produktet e gatshme dhe ushqimet industriale nuk bëjnë gjë tjetër veç se përshpejtojnë plakjen e qelizave dhe inflamacionin qelizor. Creare infiammazione cellulare. Një nga trajtimet që unë përshikoj nga afër dhe mendoj që është një trajtim shumë i avancuar për pjesën shqiptare janë aknet dhe sigurisht aknet në moshë të vogël dhe unë po trajtoj tim bir tek ju dhe ka një përmirësim tmerrsisht të dukshëm, sigurisht prej trajtimeve, mënyrës ushqyerjes që është këshilluar nga ana juaj. Dhe kjo më bën të ndjem shumë optimiste që shumë të ri që kanë këto problematike nuk ka nevojë që të kenë ato shenja të gropat problematika që do t'i ngelen në vite, siç na kanë ngelur të gjithë kur kemi pasur këto problematikash, kur sot mund të zgjidhen fare kollaj dhe teknologjitë e fundit apo produktet kanë bërë lehtësisht të zgjidhshme këto problematike. La tecnologia in Frontera Teknologjia që kemi në Frontera është ndër më të mirat që mund të imagjinohet, veçanërisht në fushën e lazerëve. Për shembull, carbon peel laser është një nga trajtimet më interesante, sepse ushtron një efekt të jashtëzakonshëm pastrues dhe rigjenerues mbi lëkurën. Po, kur flas për inflamacionin, kam parasysh inflamacionin qelizor, pra një proces që përfshin të gjithë organizmin dhe që më pas reflektohet edhe në lëkurë. Siç thoshte edhe një filozof i lashtë, lëkura është pasqyra e shpirtit.
Për këtë arsye, mjeku estetik duhet të ketë edhe një anë psikologjike, të di të kuptoj përshëllëqjet apo vështirësitë e vogla të pacientit dhe të ndihmojë në korrigjimin e tyre, duke përmirësuar stilin e jetesës, zakonet ushqimore, aktivitetin fizik dhe sjelljet e përditshme. Rezultatet bëhen dukshëm më të mira. Fal teknologjive që kemi sot, përgjigjja ndaj trajtimeve është shumë e lartë se në të kaluarën. Megjithatë, bërej shpesh raste të akneve tek të rriturit. Aknet e të rriturve nuk lidhe vetëm me faktor hormonal, si gjatë adoleshencës, por shpesh me stresin psikofizik. Prandaj trajtimi është i rëndësishëm, por nëse personi nuk ndryshon disa aspekte të jetës së tij të përditshme, rezultatet nuk do të jenë kur aq të mira sa mund të ishin, edhe kur kemi në dispozicion teknologji të shkëlqyera. Non dico un insuccesso, ma è una riduzione delle risposte anche pur avendo te una strumentazione meravigliosa. Ju vendosni të lini Italinë dhe t'i bashkangjiteni tregut shqiptar. Pse vjen kjo zgjedhje? Zakonisht më herët ka ardhur si një nevojë e mjekëve italianë që kishin fëmijët e zonja Këshillit Mirë dhe vinin në një rrugë dy punë. Ju, doktor, për çfarë arsye që vinin në Shqipëri? Allora, la prima volta sono venuto grazie a Herën e parë erdha fal një mjekje që ishte diplomuar në universitetin tim. Ajo më propozoi të vija në Shqipëri për të sjellë përvojën time profesionale, sepse kishte nevojë për specialistë me eksperiencë. Kjo më ngjalli me njëherë kuriozitet. Gjithmonë kam qenë një person që pëlqen të zbuloj realitetet të reja, kultura të reja dhe mënyra të ndryshme të jetesës. Mendova, pse jo? Që në vizitat e para u ndiva menjëherë i afërt me Shqipërinë, sepse më pëlqen të vëzhgoj mënyrën si jetojnë njerëzit, si mendojnë dhe si e shohin jetën. Para se të vija në Shqipëri, kam punuar një vit në Tunisi. Është një vend i bukur dhe interesant, por nuk arrita të përshtatesha plotësisht me stilin e jetës që gjeta atje. Në Shqipëri, përkundrazi, gjeta shumë ngjashmëri me Italinë. Në fund, nuk pa shumë dallime. E vetmja pengesë e vogël mbetet gjuha, sepse ende nuk kam arritur ta mësoj siç duhet. Fatmirësisht pothuajse të gjithë flasin italisht shumë mirë, gjë që më ka ndihmuar shumë. Jam ndier jashtëzakonisht mirë këtu, që nga viti 2019 dhe veçanërisht gjatë 2 viteve të fundit, pothuajse çdo fundjavë e kaloj në Shqipëri. 2 anni io tutti i weekend sono qui in Albania. Përse zgjidhni fronterën? Kjo është një pyetje që dua t'ju bëj. Sigurisht jam shumë e lumtur që ju na jeni bashkuar në ditët e fundit të familjes tonë, por dua të ta bëj këtë pyetje sepse kur keni ardhur për të parë tek frontera, mbaj mend një shprehje që më thatë më bët ëndrrën time kvalitet. Lo dico, vero, lo confermo. Po, e konfirmoj plotësisht. Së pari dua të falenderoj një person që më rekomandoi të vija këtu. Po flas për Evën, të cilën e falenderoj gjithmonë. Ajo është një mike e përbashkët dhe punon me frontera shumë kohë para se të vija unë. Ajo më sugjeroi të vija ta shija nga afër fronterën. Kur erdha, gjeta pikërisht atë që për shumë vite kishte qenë një ëndër e ruajtur në stirtar. Dhe nuk po egzagjeroj, një mjedis kaq i organizuar, kaq profesional dhe kaq i strukturuar. Nuk e kisha gjetur as në qendra të tjera shumë prestigjioze, ku kam punuar gjatë karrierës sime. Kam punuar në Milano, Rom dhe Firenze, në vende ku mjekësia estetike është në nivelet më të larta. Megjithatë, ato që kërkoja e gjeta këtu, te frontera. Në atë periudhë ndjeja nevojën për një ndryshim, për një frymë të re dhe për një mjedis që tu përgjigjej pritshmërive të mia profesionale. Te frontera gjeta pikërisht atë që do të kisha dashur të ndërtoja edhe në Itali, por që për arsye të ndryshme nuk arrita ta realizoja. Këtu gjeta një ambient ku ndjej se mund ta shpreh profesionalizmin tim në mënyrën më të mirë të mundshme. Kam përshtypjen që të duhet t'ia japësh diamantin në dorë dikujt që e njeh dhe e kupton, sepse këtë lloj entuziazmi që ju keni kur futeni te frontera, mund ta gjej tek vetja dhe tek pak persona që kanë punuar me mua dhe kjo gjë mua gjithmonë më ka kënaqur shumë për sa i përket marrëdhënies tonë. Bisogna lavorare con gioia, altrimenti se arriva a una certa età che diciamo piuttosto smetto. Duhet të punosh me gëzim, përndryshe në një moment të jetës rrezikon të hiqësh dorë.
Sot jam në një pikë ku mund të zgjedh vetë çfarë dua të bëj me jetën time profesionale. Ende kam dëshirë të punoj për 10 vite të ardhshme dhe shpresoj ta bëj pikërisht në këtë ambient. Pse? Sepse kur zgjohem në mëngjes me qetësi dhe me kënaqësi për të ardhur në punë, gjithçka bëhet më e bukur. Në rrethana të tjera, mund të kisha vazhduar në spital. Kam punuar atje për 30 vite dhe mund ta vazhdoja ende. Por kënaqësia ime profesionale po zvoglohej për arsye organizative dhe për probleme që, edhe pse nuk duken gjithmonë nga jashtë, ekzistojnë. Për këtë arsye mora një vendim të qartë dhe të prerë, të gjeja një ambient tjetër ku mund të ushtroja profesionin tim me qetësi dhe me kënaqësi. Sono andato a trovare un altro ambiente è questo, dove io posso esprimere con serenità la mia professione, e lavorare con gioia. Ju na jeni bashkuar edhe për një motiv tjetër që është akademia, sepse ju jeni lektor dhe keni punuar për shumë kompani dhe për shumë studime në një sër procesesh, jo vetëm pajisësh dhe produktesh, por dhe patologji të ndryshme. Sì, io gli ultimi 4 anni di Po, gjatë 4 viteve të fundit të karrierës sime spitalore, kam drejtuar edhe një master të nivelit të dytë në mjekësinë estetike, një nga programe më prestigjioze në Itali. Kjo më dha mundësinë të bashkëpunoja me shumë kompani dhe prodhues pajisjesh, por edhe me kompani që merren me fillerat, toksinën botulinike dhe shumë produkte të tjera. Në këtë mënyrë kam zhvilluar jo vetëm anën time shkencore, por edhe atë akademike dhe të marrëdhënieve profesionale. Një nga arsyet pse më bëri të dashurohem me fronteran ishte pikërisht mundësia për të vazhduar mësimdhënien. Kam qenë gjithmonë i përfshirë në trajnime dhe edukim profesional, fillimisht për shkak të masterit, por edhe sepse shumë kompani më ftonin në vende të ndryshme të Europës për të prezantuar pajisje dhe teknologji të reja. Prandaj, mundësia për të bashkuar aktivitetin klinik me Frontera Academy është diçka e mrekullueshme për mua. Është një burim tjetër kënaqësie dhe motivimi për të vazhduar bashkëpunimin tim. Sigurisht. Ulteriore per continuare a collaborare con voi, sicuramente. Edhe një gjë të fundit, nëse ne plotësojmë dhe kursin e fundit për të gjetur edhe dashurinë në Shqipëri, të dalin në Itali. Zemra mbetet gjithmonë aty. Kam edhe 2 djem, tashmë të rritur, për të cilët duhet të kujdese mende disi. Prandaj nuk do të them kur. Siç thoshte edhe një film i famshëm italian, kur mos thuaj kur. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti dhe jam shumë e lumtur që ju jeni bashkuar familjes Frontera dhe patjetër që këto 10 vitet e ardhshme të bëjmë shumë punë të bukura bashkërisht. Edhe unë ju falenderoj. Dua të falenderoj në veçanti ty, Dorina, për mikpritjen, për entuziazmin e madh me të cilin më prite dhe për besimin që më ke dhënë. Kjo më bën krenar dhe më motivon edhe më shumë që të vazhdoj të bashkëpunoj me ju në mënyrë gjithnjë e më të ngushtë. Grazie. Ky ishte podcasti për sot. Ju falenderoj shumë.